E do të troqë zyshe me thonë drejtën se jam dhe i turp shumë. Hajde ti mos na bone, si jena turp. Të kam qef shumë. Për sot. Kam turp, thot, kam qef. Të kam qef. Nuk do të them që të kam fiksim, po të kam qef. Mirë, faleminderit. Qefi ka lezet, po ha. Të shtof qefi, qa të temun? Jam më shumë apasionante të mamat, nuk jam të femrat e reja. Jam më shumë. Do të qik eksperiencë. Kam eksperiencë, jam 38 vjeqo. Jo, don me eksperiencë, don njërës që janë më... Du me eksperiencë, ashu i du, nuk duun të... Si je vetë nga ana e dashurisë në këtë jetë? Si e ke zemrën? Si e ke zemrën? Jam kavalier, nuk jam xhelos për femrat unë, jo. Po lene ti, ajo është pyetje tjetër, si e ke zemrën? Zemrën e kam bardhë shumë. Ja, zemrën. Jo zemër thyer, zhgënjyer, këto. Po kam bo magji, mos ka ec fare. Po sa ti bësh, shpirtat e lirë është e vështirë. Se kam shku dhe me i vend mirë, më kanë mallku, më bo magji. Më kam bo magji, e di si e kam pas njërën, më kam pas femra më të bukura, o sel do të prezentojmë. A ke dashur në një dhe nuk ka e kam dash, jam smur, edhe kiss baby, jam smur dhe nuk besoj më në dashuri. Ashtu edhe unë nuk besoj më, ja. Nuk besoj më sepse... Dashuria është një moment këtu, një moment aty, e ndjen ku do me këtë do nëse do. Talle me ndjenjat e tuja. Qa ti bësh? Kisha një unë, o krenar, o ju, kisha një unë, një mami, po. E ka pak të në TikTok. Po. Dhe jam tipi ndjeshëm, o seldo, bi shpesh në dashuri, kiss baby, kiss. Bi shpesh në dashuri dhe mashkulli, po është prej o femrës dashuri, mori fund sepse ajo tallet. Mori fund. Do ta bësh femrën për vete. Tallet, digeneroja. Po pra se femra është kompleksi që nuk e beson edhe ajo dashurinë edhe pastaj i duket shumë i dobët ti si mashkull, sepse ajo nuk e pranon të vetja. Kupton kur femra nuk e don veten, është shumë e vështirë pastaj me pa mashkullin të dashurum, duket si dobësi. O zemra, edhe ishte një vit me madhe se mu, rrinte në Itali. Bëm muhabet, folëm, edhe thash unë, po unë se kam problem të marrë dhe ashu si që e thash, do me thonë me fëmijë. Do me thonë fëmija ishte mosh madhore 18 vjeç. Mosh madhore, nuk ka nevoj fëmija për bibilina për qumësh, a shef jetën e vetë, ti do shofër jetën tate. Mirë, flisim më ndek te, më futi blok, i besova unë. Thash unë vi unë në Itali, adet i Shqipëri, i besova unë, po thuj se rash dhe dashuri, se jam tip ndjeshëm, jam shumë ndjeshëm. E ke të letë të dashurosh, gjë e mirë është. Ja, qafsha vetën teme, ja. Mirë ma bon edhe mu, po ecë. Bojmë shaka se jam tip shaka gji për zotin. Shumë mirë, shumë mirë. Ta shton jetën ashtu, pa ha. O zemra, po gjithë ditën punoj me halë, pak të ndheqim qik stres e ndarë i qifra nënë. Po normale mo TikTok-u shqyqyr që është hap këshu se dia për para, po. O, zyshe, unë e ka marrë famën vetë, nuk e ka marrë famën nga TikTok-u. Jo, pa jo, normale, njëzë që duan të ndjekin. Ishte një gazetar të stacionit treni Tiranë, edhe gjente pleq ky dhe merë shtalë të kari me pleqt. Shishi. I merë të në pytja. Ti vajtur unë, e kisha qantën me një kokër, sa kisha hungur bukë sa i bukën jashtë, në për lokale, kam shokët e mi, edhe marrë i kokër mollë, po 600 lek ishe në atë kokër e mollës. Një kokër mollë 600 lekë për zotina. E kësa është botani? Po dhe të shi shtrentësh. Edhe rogat ishin 400.000 lek merja unë atë ko. Po, ashtë ka shumë, po. 4 vjetë. Po. Po që të bësh, një njëri që është me qera, që do haj me 400.000 lek? Po 300.000 lek ashtë qeraja minimumi. Në Tiranë, unë kam një shpi që kam lënë ti të shoku tim Erisel Begollit 600 euro në astirë.
Po Astiri është i mirë tani, sa Astiri është me gjitha. Po ti se di që ka dhe 1000 euro shtëpi qera këtu te liçeni. Është bë Tirana të dhefsha Parisin, Dubai. E di se dhe unë tani kur vi pagoj 40, nuk pagoj më 20 si pagoje për para natën. E merr B&B ti. Këto hyrjet, jo të agimet, jo të mishimshyri, jam me 40 tani, nuk kam më me 20. Ju shiva motrën kush e ngacmon zyshën, do ju shi rop mund pidh. Vetë ngacmojnë, ta. Po erdhi zysha, thot ky shoku im që ka restorant ande nga Dajti, po erdhi zysha në Tiranë e keni drejt nga mua, thot. Kiss baby. Në Dajti isha unë vetëm në Mars, shkova në Dajti. Vetëm, po nuk do vish me vetëm, ti vetëm më shkryti se... Tek ajo, si quhet ai restoranti, dritarja Dajti, sa vetëm ajo ka qenë e para. Si quhet? Po gjenë, se o gjigant. Nuk do të lëri njëri vetëm ty. Do të qoj unë ku... Edhe unë e kam shumë qef ushimin shqiptarqe. Po ke parë... Të gjëra. E ke parë restorantet që jam ne? Po pra, këto gjëra që hani ju në... Do të qoj vllai jot Fier te restorant Lisi, do hash tavë me zog fshati. Ajo shumë e mirë. Ku është një fshat kalon rina si mo që i kanë edhe baktit aty e këto edhe... Do të qoj unë ty atje të ku haj unë ta marrin bio. Do të qojnë Durrës, do hash peshk bio, do ta kapin vetë aty. Do të qojnë Lushnjë, do hash prap tavë, po bib. E di qa janë bibat? Jo, që është? Rosak. Rosak. Është mish i mirë i rosakut. Kur din ta pjekin mirë, sa i mirë është. Në Paris e kam provu më të mirën. Rosak, po. Mishi i rosakut është bio, zemra, është i lehtë, nuk të rëndon. Shumë i mirë është. Do të çojnë Tiranë atë, në Paris e kam provuar një herë edhe thonte kuzhinieri që e kam gatuar me dhjamin e vet. Jo. Kur e skuqi në yndyrën e veta, ku e di unë se si ma tha, po e pjek të avash. Nëjse. Ai që të më dhe orizën e bën shumë mirë sakun, ka dhe i liqen aty zyshe knaqesh. Po pra këto vëndet janë bukra fare. Pastaj do të qojnë... Po një tjetër që ka qenë Oda. Ku ka qenë ky vend? Do të qoj unë e kam shokët e Oda Asambeut, unë e kam. Sa vite, kur është hap në fillim, nuk e di qa viti ka qenë, po më pëlqen që është këshu... Do të qoj unë, të Oda atje. Ulesh po, shtë këpëton të mam fshatarqe, në kone... Edhe atje do të qoj, sa do të thosha. Edhe pjekin mishi në saço, bo. Do të qoj vllai jo ty me gjitha këto, me gjitha do të qoj. Ushqimi shqiptar ka lezet, aman. Të gjitha që do dash dhe zhap kanë lushnje bretkosa. Ose të mjek. Ose tash edhe qofte në kombinat të Kasemi. Qofte! I bëjnë akoma qofte që hedhin piperin tek buka? Sa vite kam pa provu më. O zyshe ti do vish, vetëm do vish është bukur seksi me fund. Po gjithmonë, mos i mëra. Fund e taka zysha, atë buka. Që të shohim njerëzit dhe të plasin. Le të plasin, do i plasin. Do thot në njoni, po kjo vetëm me këta qorë. Do thot njerëzit, po kjo vetëm me këta qorë, thot. Qorë, për qefin të bën qorë. Tirana. Më thot t'i qka. Pra e komplet kjo kujtesat e vëndeve shumë të lezeqme. Ta mosh e ke ti zama? Urdo? Ta mosh e ke? 38. Fix për mua qenke, zot. Iku quni. Je fix për mua. Atë keqen. 89 je? 88. Unë jam 89. Mashallah. Po kam vujtur shumë, o zemra. Ja, do të shkruaj privat, kam vujtur shumë nga gjitha anët. Kam vujtur unë me çdo gjë, edhe në dashuri më kanë mallku, s'm ka hec.
Po kam shqyqër zotit jam mirë. A i ke familjen afër? Vetëm plakën kam unë. Normal që të respektoj, unë i respektoj gjithë. Brezi bukur ky 85 deri në 90 ka qenë brezi bukur Zysha. Jemi të shpërndar, o kemi ikur kudo. Ka qenë brezi bukur Shqipëri, se unë maj mend hanim buk me qiko krem. Lyje fete me qiko krem, Po qoko krem, molto, pse si hanim ne moltot. A molto ka qenë bio nga Greqia, o Zyshe me ndërteje, edhe 500 lek ka qenë. Edhe pidhin e qie pa lek, se tash i du në 200.000 lek këto. Janë të poshtra. Pu. Njerë ma dha njera me 100, mos hajde me më thamu 200. është mbi jetes, është mbi jetes shumë e lartë tani. Unë dakord jam që është mbi jetes, e kuptoj. Po këto është shumë e lartë. Abuzojnë, o për zotë, unë njof njërë në Tiranë, unë merë 500. 500.000, thot. 500.000 Ka namja saj, ti ka dalë, ka gjiron e vetë. Ja ta bëjmë dhe një lojë, sepse ka qenë dashnore dikujt me emër. E pra e këshu është, po... E di qa është e keqja në Shqipëri që unë... Qa është e keqja Zysha? Gocat shesin gocat. Bravo dhe kjo. Nari që ka restorant ndajt, thot, as njerë femër mos ta shesin njëra tjetër, sepse femra kjo është që thu ti, thon, pse thot do shkosh me te, hajde te mua, thot se unë ta bëj qefin. Unë po them femrat shesin njëra tjetrën. Po pra kjo që I fusin në kurth gocat, qa s'po ndodhë, kur vliku më i lartë është në Shqipëri. Qa s'digjon? Jam bërë kriminele, gocat të reja, super kriminele. Ato buzi ke si shpirtë Zysha. Se ke studiu ti që ke shkruajt emrin Zysha? Po Zysh jam nga ana kështu e meditimit, yoga, ana seksuale, tantrës e këto. Edhe Zysh jam për këtë. Po shumë e përgatitur je Zysha. Po kaq dim, kaq themi si për momentin, edhe vjen, domethënë do vite të arrisësh Zysh. Je shumë e përgatitur, por të kesh diçka parasysh nga mua. Më fal. Mos i toleroj njerëzit, po vetëm shkatroj. Mos i jep mirësinë tënde që ke ti. Vetëm katrim, ju qif sharopti. Pup, qif sharopti. Ashtu është për t'ja bëmë, qjarë. Të dune edhe më shumë pas da kur i bo ashtu. Më qafshë Zyshe, des, ta tortura. Mija, edhe unë të dua. Kush jeti më jetë që më ke dalë mua? I kam shumë qef të femrat që janë shumë të mira dhe të thonë gjona të mira. Kush jeti më mbretresh? Bale. Des ta torturoj femrën. Ikli bala. Ato që e meritojnë, njerëzit që e meritojnë, a kupton, këtë po them edhe unë, se njerëzit që janë mirë, shkon muhabeti, është a kupton, shkon. Po nuk do t'i japësh dashuri të sinqert një mashkullit të fillim, duhet ta torturosh. Po ti qa the përpara ti? Që ti sa u tregove i sinqert të shprehve dashurin, ajo filloi me u tall. Unë këtë se bëj dot, po ma bëjnë edhe mua. Se ndodh pra të njerëzit që jemi kështu si jemi. Direkt, sa e shprehn dashurisë mirësjelljen, tallen. Edhe kjo mua më ndodh shpesh. Qa ti bësh? Të ndryshojmë ne tani, do bëjmë të keqin. Bëje, ndrysho. Beautiful, thank you. Yes, it's a very powerful year.
It's the year of the horse and Leo O, zyshe, is on fire this year. qa punë bën në Angli? Po këtë pra jam mësuese, po shkolla është çdo 2 muaj. Edhe në estetik, përditshme ne kam estetik. Kliente kështu, depilime, gjona, vetulla, gjona kështu, estetik. Kjo është puna ime gjithë jetën. Thank you, Po, beautiful. Si është paga zyshe aty? Po punoj për veten, nëse kam fuqi me punoj gjithë ditën, po 300 po deshe. Varet ç'a bëj. Nëse bëj kozmetika e buze, kështu gjona, janë gjithë ato lekë. Po du thjesht një person të mbaj fëmijën se unë punoj. Unë pestri gjithë ditën me gra, kupton, trish gjithë ditën në sallon aty muhabet, na mëngjesin darkë. Sa vjeç janë fëmijët? Kam të vegjël, këta 2 të vegjëlit i kam 3 dhe 2, i kam shumë afër, janë si binjak. Oj, pas këtë vegjël. Këta, e i madhe është për 12, po këta 2 të vegjëlit. Po pse si pagun dato, zemra? Po po s'po më vjen njeri se nuk ka njerëz më Londra, këto, është mbyll Europa, nuk vin më. Nuk kam italiane, nuk kam më franceze, nuk ka spanjolle. Edhe ka bë tani vetëm anglezët, kam hap kompani, i merr telefon edhe thot kompania që kaq orë jepi dhe dhom, edhe duan nuk kam më pak se 350 në javë, duhet pagosh kompanin edhe pagojnë atë gocë që jeton falas shtëpi me ty. Kupton çka kam bë? Po zyshe, do të bësh gallata shi ta fusi mu qarakun të qeshësh? Dëgjoj, ta kesh, jo se të di më shumë se ty. Në shoqëri. Do ndrojnë që kam bjen, do shkoj t'jem qik vetëm, ande. Urda. Mos t'i kacmoj bebat. Onari, gara nari në ditës. I qoni fëllor të nare, shkruj du poshtë të nare. Ku shkove, më dhomë? Jo, tani jam koridor. Do shkojmë në dhomë. Kështu shami deti kam veshur, se shumë vapë, nuk po rije. Po më qafë se më vjen dhe turp të pyës, ke brek poshtë? Po kam veshme. Po më është se kam fëmi që shritot pa brek. Mos kisha fëmi të rria pa brek. Në shoqëri po thosha zyshe. Ha, 3 pa brek në shoqëri. Jo. Jo, qyqa. Onari, një sekund. Se dhe unë shaka dua për zotin. Në shoqëri ka 2 gjera, ti keni dhe ju, edhe ju 400 veta që jeni këtu fiksojni mirë. Po. Me shokun, mos u ngatro me lek, që ti marrësh lek të shokut se do prishesh. Po, leku e prish, po. As ti marrësh, as ti japësh. Ose po pate jepe mos e kërko më. E para. Dhe i dyta, mos i tërgosh shokut femrat qa qinë qa nuk qinë. Se plas edhe kryon xhelozi. Fare vlla. Mos ta mori vesh, un kam 10 vjet që njifem me Ledionin. Edhe nuk i them Ledionin dajem, ham dreka darga, flas telefon. Me X-in, Y-in, punët e mia, dhe kur ndajemi nuk i them po shkoj të qikte po qikte. Kur? Bravo. Po kemi 15 vjetë vlla, po 10 që në rrim. E kupton? Se po ti them unë që shi filankën, do ta marrë e i, do t'i shkruje, do prishi punë. Do thot po ti qihesh me Arenci, nuk qihesh me mu? Sa Arenci kam emrin unë. Si kemi Larenc? Arenc. Harenc, me H? A. Arenc. Arenc. Shumë i veçantë si emër. Arenc. Arenc? Se kam dëgjuar ndonjëherë. Albia Sallaku, vlla im. O zyshe, këto gjërat i kam parim. Mos ja thuj shokut, se po i the shokut ti që qiva filankën, ai do t'i shkruaj me adresa saj, do thot po ti qihesh me Arencin, edhe ajo do filloj do prishet me ty. Ash kështu si shtam unë.
Po ashtu është pra njësoj dhe femra, duhet të kenë shumë kujdes, njësoj është. Me lek njëherë duhet ngatrosh me asnjëri. Familja është familja, është ndryshe për hall dhe në familja, nuk është shoqëria për hall. Shoqëria është për kohë të mirë. Të kalosh mirë. Mbahet për kohë të mirë, nuk është për hall shoqëria. Po ngatrove me lek borxhe kështu në shoqëri, ke humbur shokun ose shoqen. Edhe as shoqja nuk i shkohet i thoj jo ky djalë kështu, se dhe shoqja ta bën të keqen. Këto gjëra mbajnë për vete. Atë që shok nuk e këqi shoku, po ka shok manjakë por që dun ta qine, ça thute s'qie. Ku ka shok sot olla? Ai bëhet xhelos, se shef. Ka qenë gjithmonë ky problem. Nuk është thjesht nga nuk është vetëm meshkujt, edhe femrës i ndodh. I hy xhelozia, smira ose pa dashje, i hyn ajo tjetra që do të prishë punë. Bëni këto gjëra që them unë se s'do dilni keqe. Ose nga norma shoqërore s'duhet të flasësh për sa lek bën, për lek, për fe edhe për politik, janë gjëra që duhet të shmangësh në anë shoqërore se do prishesh. Po për fe nga troja ti tallu me të se s'prish punë, po vetëm me leka me femra. Jo, njerëzit ngatrohen nga feja, nga leku, edhe politika. Pse çka ka mos martohem me zyshën unë, martohu, pse çka ka? Po zysha është e lodh me nga martesat, nuk dol zysha tani. Zysha po rrit kalamajt. Ajo do njëri që të kaloj jetën, pse çka ka zyshe? Zyshe është e sakt, ka me dur, ka, qa mos do gjeni më të mirë se zyshe jo? Ha njerë na thoi ndonjë muhabet tjetër, ndonjë si arritët ju shoqëri gjithë këto vite? Kam arjen këtu te menxa këtu te sofra turke në Tiranë. Edhe bënim muhabet, dilim, më thoshte mu se ka dhon lek me fajde ky. Më thoshte mu gjejnë një për lek. I thash unë s'ma lek, i gjeta 1, 2, 3 dhe kështu mbajtëm numrin e o erti. Okej, dhe më thënë ke ndihmuar njëri tjetër nga ana, më thënë tamam shoqëni kështu. Po jo, më vlla, çështja nuk fryhet me o zyshe, më fal se po dal jashtë teme. Po thot njëri këtu nuk ngopet me rak. Po pse nuk ngopet ajo? Kështu ma kanë nxjerr namin mu, nuk e di pse. Valla, po ç'është kjo s'ngopet valla? Ajo edhe 2 herë thot bollë valla, se u knaqe. Ç'është kjo, nuk është çan të më bete o burr. S'ngopet, apo ç'është? Nga ajo që ti këta të mbajnë qiririn mo. Këta i din gjonat, janë aty të mbajnë qiririn. E di ku është problemi zemër? Se ti ke efsh, ke shumë efsh. Po ne të kem. Bravo, ke efsh ti, ke bagazh, edhe këta thonë që kjo është e çmendur, kjo do vetëm karë, kjo është e çmendur. Po njeriu që thonë që ka efsh, është vetiu që ka efsh për shembull. Është energji, është energjia. Është energjik, po valla. Ja ka bu, tamam, ja ka bu Zoti, valla, është diçka nga natyra që të vjen, valla. Për shembull, mu vjen ndjenja tash, ç'a të bëjmë? Ç'a të bëjmë? Nuk po të çojmë në kom se lash nam. Po veni e stek këtu. O mirë nika, o kardër. O yll bota. Jo me dorë si bion gjë. Jemi të vërtet zyshe, po të bësh një gjë tjetër TikTok. Mos të bish viktim. Ti shkallosh njerëzit, mos bish viktim sepse nuk du të flas publikisht se ka njerëz që e marrin për keq, ka njerëz që e marrin për mirë. Do ishe ngritur shumë lart. Po pra ajo dobësia, e kuptoj shumë mirë ç'a thua ti, po. Na ndodh të gjithëve. Na kap ndonjëherë dobësia. E po jo, mos e lër më të tallën njerëzit me ty, o vizballa. Mos e lër më. Po. Bilardisti më i madh i gjithë Shqipërisë, Edmond Zaja. Përshëndetje zyshes, është kampion. Ti ka emrin Edmond Zaja, si që jeti kampion këtu. Edmond Zaja është bursak, kampion, njofin gjithë. Nuk njof, më fal. Edmond Zaja, po t'ysh në YouTube. Edmond Zaja.
Edmond Zaja. Dama përshëndesës dhe këtë shokun ti Mirë Nikën. Mirë Nika. Hello. Miri. E kupton Zysha? Mm. Do t'i shkruaj privat, mos t'i bësh dy gjëra ke për të ecur, do thosh si ka ndryshu. Sepse njerëzit përfitojnë. Se këtu në TikTok shohin çfarë është. Nuk shohin pastaj ndryshe, se un kam dy role. Në TikTok jam ndryshe, në jetë reale jam ndryshe. Ti bëj bashk. I ndryshoj gjërat, i bëj lëmsh. Kështu i themi në lushnjarët, i bëjmë lëmsh. Lëmsh bëj të keqe. Lëmsh, sepse sot po si bëre njerëzit lëmsh të marrin përpara me ndërte të 100 byth. E di. Po para se të 100 byth i qi unë. Ashtu të keqen. Jepi. Eq na krive na knaqe, Zyshe për zotë kemi bërë live të bukur shumë. So. O Zyshe, sa ke pashku, po pse s'ke blej shtëpi në Tiranë, zemra? Po kush ka pat aq leke fuqi o zemra? Këtu vetëm kështu. E s'kam qenë asnjëherë një nga ato, unë a kupton që të ripja në një. Përfitoj dhe ky. Kështu përfitoj dhe njeri nga mua, Erion Çela, i zvarranik. Prandaj s'duhet i respektoj njerëzit, Zyshe. Erion Çela çat ka bë? Është zvarranik, më i dhash audiencë, edhe tallën njerëzit me atë tani. E pa. I thoj 100 herë, Ka vendin e vet. do të hecësh, bëj që të mund. Viktim. Kur ke, Zyshe, kur më thu ti, Arenc, bëj këtë që të mund, unë do të dëgjoj se ti e me madhe se mu. Ose, hish dorë. A kupton, për mua betet, po njerëzit, e është bërë kret njësoj, si bota dhe Shqipëria, i kanë marrë reflekset njëri tjetrit tani. Çfarë bë? Shtyp rrota edhe bishtin kështu. Po është idiot më Zyshe? O, nari, o nar liçi. Zbota e shuni 45 vjeç. S'ka, ka njerëz pa logjik. Sa kohë ke që po merresh me TikTokun, si ndjesh? Sa kohë ke ti? Unë TikTokun, që kur jam hapur që fillim dhe kam marrë vetë audiencën, kam shok në jetë reale, nuk i kam shok nga TikToku. Kam që kur esh hapur. Që kur esh hapur TikToku, po nuk hy. Unë bëj video të bukra, i ke pa videot e mia ti? Unë gjithë videot që kam bëj, i kam bëj të bukra shumë. Kam bëj për Bigjozin, kam bëj për ulen e çmimit kurvave, e kam edhe faqja Jeta o Shef. Jeta shef, okay. E ka hedhë për çmimin e kurvave, për 2000 lek supa, 600 lek i kokormoll, për Bigjozin. Po kujtohet, kam bërë shumë video që ka shku virale. Edmond Zaja, o yll po. Si është jeta e një burri me Bigjoz? Për mendimin tim, burrat që luajnë Bigjoz kanë shkatru veten dhe familjen. Ka njerëz që njohun multimiliarder dhe nuk lozin, sepse Bigjozi të shkatron. Unë ju bëj thirrje gjithë Bigjozxive, ka shkatru familjen. Bigjozi 1, alkooli 2, droga vjen e treta për mendimin tim. Kampion është Bigjozi që të shkatron familjen. O Gersi, këtu ishte vllajatit. Unë mendon ti që është edhe dopsia. Pse i merr më qaf kështu? O zemra, po Bigjoz sa të kesh i le, o zemra. Qa është fiksimi, është ajo e fitores? Është adrenalin, qa fitores, fiton nasionin Bigjozës, zemra. Është adrenalina, që është adrenalin, prapa ty, merr aty i le. O, po, Gersi, respekt o gjigant. E pash në një video se qa thonë të shkenca për të, edhe këta njerëzit donin që të vënin muzikën në këto makinerit për humbje, sepse janë vetëm fitore, edhe e bën trurin të mendoni që jeni duke fituar gjithmonë. Jo. O, Zyshe, North London. E di sa ishte
diferenca që bëjnë këto në Shqipëri në vit 80 milion euro fitim. Do të thot Milion. euro, po milion flitet, se s'flitet. 80 milion. Do të thot një peshe ja japin bakshish këtyre që janë për lojrat e fatit. Po. Një peshe. Një peshe qera, drita uj, futen, shumë janë, po një peshe. Ngelin 70. Një dhjeqe, mos komento këtu t'je name, një dhjeqe për punëtorët, ngelin 60. Ja një dhjeqe pije që janë këto, ngelin 50. Milion euro, 50 milion euro në vit nuk janë pak, më zyshe. Këtë bilancë kishim bë. Bixhoz është fitim kolosal. Vetëm ta hap pak lojën. Është aq e fuqishme edhe gjithë bota po fiton shumë edhe këta janë super bilionera që e bëjnë. Edhe janë kundër atyreve që duan të vëjnë muzikën e humbjes në lojra. Ti fol se unë nuk po dal, vetëm një sekond, mos e prish lojën. Kupton? Edhe këta pagojnë miliona që këta të tjerët mos të fitojnë që të fusin muzikën e humbjes në lojrat e Bixhozit, se muzika e fituesit, do të thënë që fiton gjatë gjithë kohës, ja bën i manipulon trurin e mashkullit, i jep adrenalinë gjatë gjithë kohës. Edhe humb, ti ndihesh sikur po fiton. Tu humb. Ke lut Bixhoz dyshe? Jo, kam qenë mbase 2-3 herë në situatë me personin që luan Bixhoz. Nuk e se jam ekspert ose me i miri. As unë se jam ekspert, po kam qenë 3 herë për shembull në kazino edhe në këto të vogla. Të them dhe këtë tjetrën. Po a ka pill motre me ongur me kines? Jo. A është kines? Po. është kines, a është do të me kines? Ose veç me kinezi. Ka kineza që po na martojnë me të huja, po. Nuk hash do të me kinez, se kinezit qa nuk ka shpikur. Janë të papar, po. TikTokun. Loj. A në janë kinez, hash do të me kinez ti. No. Ke fiksim. T'lush. E luin 100.000 lek. Futja me bet 200 ose bet 100 dhe rri. Ama, të lush, po të kesh një rog 1 milion e gjys. Po jo të lush 100.000 lek ti, kur merë 400.000 lek të lesh kalamojnë, se me ata 100.000 lek shë ti. Nëse kam los këto të voglat fare, a këto në më përqenë që ke fut 50 edhe arrit atë në 150, edhe thu, haja qip sharo, tha ti nëzjerë, shko atje e merë. Ishte një taksigjin Tiranë dhe kishe 2 shtëpia, X qytet. Okej, 2 shtëpia. I shiti të 2 shtëpiat, X qytet. I lan kazino, edhe i thon, o kines të yll. Thon, fmit, o bab, do vim shtëpi. Jo se po e lyj, po e bej, jo po e lyj, nuk shkruj do të kines e është prish. Nuk po vit dot, nuk bej, nuk ashtu, deri sa i than fundi shi ta... Ka qëna. Fli jashtë i than babës. Fli jashtë. O send. Gjunafa dha 2 shtëpia. Unë nuk kam arrit në ekstrem që të marrë lek me fajde për të lutë Bixhoz. Nuk kam arrit ekstrem. Kam lën lek të mija. Dhe që kam bo nami nuk të Bixhozgjisë, se s'kam lutë shumë lekun. Kam lën lek të mija. Ama nuk kam ngell pa buk. Ose t'i lej si që lejnë qanë lekët Bixhoz, edhe i ikin këm shpi. Bixhoz është ekstrem, ose shë.
Bixhozi ka gjithë anët ekstreme, ndan, Oseldi, të ndan nga gruaja. Që ti bësh? Bixhozi 1 dhe droga 2. Edhe droga në Hajde, Shqipëri. Unë e kam parë vetë në 2010 se sa e lartë ishte kokaina të shisesh me 90 në 2010-ën. Dhe droga është shumë e keqe për vesë, ka vesë këqi droga. Da, dhe takon pastaj ata që janë të futur keq O zyshe, më qafsh, dhe qohesh herë në kom të qof njerë? Se aty në Angli ka gjallëri, nuk është si këtu. Plot është më plot. Po, aty nuk janë si këtu në Shqipëri që thonë, shife pak, është ajo banakerja. Është ajo banakerja e shime filanin. Nuk besoj të ketë të tilla njerëz andej. Ja, këtu. Këtu janë shumë rahat njerëzit, nuk vuaj nga këto budallishet, për atë zot, nuk dëgjon anglezet të kenë në një kompleks nga dikush tjetër që po flet për të. Nuk kanë këto lloj kompleksesh këta mor. Ja shikoj si janë, jashtë dritare, shikoj si zgërdihen. Ama mos u shoh mos e moqë tu. Shikoj që kësi zgërdihen. Dyqan është, shi si ke grupe. O zyshe, po kap aty për shembull ti Edhe t'ka... O zyshe, kap aty 100 pa lekë për shembull po të pëlqen një? Gjitha anglezët i ke për seks sonde. Kërkojnë, është e premte, po. Është e premte. Dhe mjepi bira, ty qa do të pi, knaqesh, fillon e putet me ty. Vdesin. Si në Greqi, po. Weekendin e kam për seks këto, se edhe fare turp s'kan. Anglia mban kampion në zyshe në Europë. Po për zotin janë shumë të... janë goxha të hapura si femra. Liberta. Qastojnë, imagjinoj ti që është qik e çpifur ta dëgjosh, po a girl's got to eat. Edhe një gocë ka uri, thot anglezja. Ka uri për kar. Aca ylle, kur janë të vogla, si pastaj prishen, me vërtet prishen shumë shpejt. Kur janë të vogla, mirë janë. Mirë. Duke mbajnë shumë veten, jo. Më pëlqen. Sa kalon 25, pastaj bë. Mua më pëlqen shumë fare greket, jo. Nuk janë gjë kush e di. Edhe greket kur janë të vogla janë shumë të mira, pastaj ka ca që e mbajnë veten shumë. Edhe gjermane nuk janë gjë. Jo, s'janë gjë. Zvicra më pëlqen. Se kuptoj që lloj femrash ka Zvicra, se s'kam takuar shumë. Se kuptoj se si duken. Se Zvicra ka 4 lloje populacioni, a janë 4 lloj gjuash, plus pesta, e vjetra fare. Zviceranet të vendit, zemra. Rumunet janë vjenë e burë. Po është një pjesë shumë e vogël që kanë ngel të atyreve. A janë italian, gjerman, francez, kush tjetër? Jo, francez... Ka, janë 4 lloj njerëzish. E di që kam pas fiksim u zyshe? Kur udhtova, zgara narit, kur udhtova nga Franca për t'ik Milano, njofta një sërbe. Serbe? 2 metra pjith. Janë shumë të mirë si njerëz, për atë zot. Unë i kam takuar në anije, edhe nuk i shmangesha dot. A kupton? Edhe kur e merje vesh që kishte emrin për shumë Miroslav, edhe këto emrat tamam kështu, e pyesje, nga je? From Serbia. Edhe çeket janë bukura. Po çeket janë numër 1-shi. Ma more audiencën në zyshe 400 vete e shkove. Janë njerëzit e tu që po m'djeki mu m'duket. O zemra, mu më pëlqejnë Amerikanët shumë. Po edhe Amerika është shumë mix. Ka do të thot amerikane? Ka një. Hello. Një. Janë të dashur, janë të lumtur, janë happy people, po. Edhe unë e kam kuptuar që janë shumë happy, janë si budallën pak ashtu edhe janë pianeca të mëdhenj.
Sa për të qirë, janë italianet i qish fort i shku, që jem prapa ndej. Talësh. Kujti unë një gocë që njof me zi qijet. Zëtë në njëherë 2 vjetë qijet e shkreta. Kaloj 4 vjetë njëherë. Ato që janë, si që janë edhe mbyllë që janë. Normale që janë qeflie janë, po më shumë se greket, sa e hajnë greket në byth nuk e ha asë njeri. Edhe francezët e hajnë shumë. Francezët, e? Francezët janë numër 1 për seks. Femrat franceze. Nga çdo gjë janë shumë sekshu. Seksualiteti shumë i lartë. Munet edhe rusët. Me ato porn që kam parë unë besoj që romune dhe ruse janë besoj, po. Po. O zyshe më falë. Edhe në Amerikë shumë, Aty në Angli, ka ron rasti që të ngacmojnë femrat, lesbikët? gjithmonë. Ngacmojnë, ha? Po kam edhe shqiptare që kanë rënë dashnie, qas s'më thojnë, qas shkrujnë, o. Ka edhe shqiptare që janë lesbike. Mos janë meshkuj me andres femra. Jo, se më dërgojnë me zë. Po nuk ka tanga zyshe, se moj që në trurin këta, thysh zyshe të regoj tanga, thot. Nuk ka vesh tanga, jo kam vesh brek. Kishte brek të barta me rjetë se e pa. Për respekti që një zyshës në i trëndafil. Po kudo ka femra që dashurojnë me femra edhe janë loj. Mërshme, unë si pëlqej as meshkuj me meshkuj, as femra me femër. Zoti ka thonë, mashkulli me femrën. Mos u bëj zyshe, mos u bëj lesbike. Po nuk bëjmë do të... Lezet, o zyshe, po nuk ka lezet ti të putesh femër me femër. Puthet mashkulli, ka lezet mjekra, ta kapësh me qime, ti fusësh dorën të kari, nuk është femër me femër lezeti. Jo, edhe unë s'është e kam kështu në i pëlqim, po kam pat momentet e mia. Femra ka lezetin e vet, ka një shumë ndryshim të lartë. Po s'kam pat në një kështu lidhje vetëm unë me femra, a se kam pranuar në njëherë. Nuk kam pat ato momentet e mia, kupton. Kështu të gasmojnë gjithmonë zemra, nëse jetë duke kërcyer kështu të afrohen goxha. O zyshe ti je 38 vjeç dhe simpatike si që ti dhe efsh që këti s'ka as gocat e re, o zyshe. Në rëp shpije ta thënë, jo për të bërë qefi se nuk të kapën ty se ti je në Angli, në Shqipëri, ku të gjion ty po. Se kam pra e di unë se unë i kam pash se si lëvizin, si ecin, duket femra që kur është ullur, kuptohet, jo më kur ecin, kuptohet shqiptarja. Kuptohet shumë, janë shumë radhë si unë, që janë të qiltra, edhe janë qeflije, edhe në Shkodër janë shumë femra të tilla. Shkodra i ka shumë qeflije. Lozonjare, qeflije dhe të qiltra, që janë të lezetshme, janë të mira. Jo ata si burë, jo ato që kanë qef me ishi burat. Ato të lezetshme, a ka Shkodra plot femra qeflije? Ti nuk të regon, zyshe. Rofsht keqe. Nuk të regon që e shqiptare. Ke ftyrën e ke shumë. Mendojnë që... Ftyrën e ke të ëmbër. Ti po të gjosh mua, hiqi flokët që ke, bëjmë në gjyrë tjetër. Më të leta? Po. O zyshe, më falë se më kam bërë... I kam mersuar pak, po tani po zbardhen, po bëhen më bjonde. Se më shkojnë më të hapura. Më falë se më bëjmë pyetje të gjithë, do shprehem sinqerisht si që mendoj unë. Kurdo? Të më thonë këto, a e kishe qi zyshe, të kisha qi me shpirë të zyshe. Faleminderit. Për Ata që po të pysin Kastile se duan ta dinë edhe ata. Jo, qoftë se mu m'jepet mundësia, unë në zysh për qef për respekt ta bëj. Faleminderit, për respekt ma ba. Okej, të keqe. Aq mundësi sa kam. Do të marrë, do të respektoj, do të ham, do pim gjithë restorantet më të mira të Shqipërisë. Mirë të keqen, ashtu do bëjmë. Është lop, ata la, thot njoni. Po pse lop është zyshja? Faleminderit që përgjigjesh edhe për mu, bravo.
S'jam Santa Claus, nuk jam baba Gjushi, s'jam as Zot, s'jam as e shenjtë, prandaj mos kërkoni gjë nga unë. Tani në njerë, po bona se vap, e di unë e personit. S'ka nevoj njerëzit me tregu, me ditë. Po nuk ta bëhet. Po nuk mbas bukës. Ha? Se qa bëjmë ne mbas bukës tani? Po. Mos na e rujni shumë, se s'kena nevojnë për na mbajt qiri. O, zoti ma. E ke vendos të vish o zysh bear? Inshallah, pra, se kam plan të bëj ditëlindjen andej. Kur e ke ditëlindjen? Në gusht. Po unë vi nga data 20, pra kur e festoj ditëlindjen që kështu, dhe. Ka data e ke ditëlindjen? Bas datës 20 gusht vi gjithmonë. Vjetë e buna këtu, po këtu ishte bosh fare Anglia. Edhe në restoran kam qenë tu e festu me goca tjera që kishin ditëlindje me mu. Jo, s'bëhet ashtu. Ti do ta festosh për mend apo me një vend tjetër? Në Tiranë, ore, du t'jem vetëm të zhdukem nga gjithë njerëzit. Ama mos ma prish të jemi me familjen. Me jo, nuk bëj kështu me familje, them dua të zhdukem, ore, ç'është kjo? Unë tha se po të vije vetëm, vije me mu, mos ma prishje. Jo, unë kam qef kështu ndonjë. Ku ishte njëra që kishte dalë te bookings, që ishte kështu me valle, me gjona, me ushqim, me kërcimi. Ta gjiu ku të... Hapi, knaqesh aty, pastaj shko në një bar, në një vend kështu. Po makinën e nget zyshe, do kem Benson kur të vishti me targa angleze. Di kur dua më se I kam dhënë disa herë makinës, nuk është se jam keq, po thjesht nuk kam bërë asnjë praktikën e leshit, edhe e kalova atë teorinë, duhet ta bëj prap teorinë, ta bëj praktikën. Kam bërë gjithë ato orë, kam bërë shumë orë këtu. Thjesht duhet ta bëj. Se për patentën. Do ta bëj për zotin se lash nam, nuk e di pse se kam bërë. Jo kam qenë shtatzan, jo lek, jo kështu, kot. Jo jam në lagje, jo që më duhet makina, jo ku ta parkoj, po tani e dua. O zysha aman se po më merë kjo shoko, thot ma pranoj zysha follor se thot. Po ku, si ta pranoj, ku është? Ku është? Eriselt. Ku je më Eriselt? Si ta pranoj unë tani këtu nga live-i? është në Cardiff. Hello Cardiff. Qunat e poshnjës kam patur Cardiffin. Gjithë poshnja. Është lusharim. Është lusharim. Ta pranoj ose ti. Bristoli e Cardiffi kanë qenë qunat e poshnjës. Shkruaj vetë privat. Ha, shkruaj zyshe privat. Cardiff është I lezetshëm, shumë I bukur është. O zyshe pa Anglia krejtë bukur është o zysh? Hajde ma, ka ato venet, po Londra s'është që jo, vetëm ca vende ka. Londra, e di kush pëlqen më zyshe nga gjithë vendet? Vetëm Zvicra dhe Australia. Zvicra dhe Australia, as I vend tjetër. Kam qenë vëm në aeroport, kam qenë në Vjenë, more, sa qef kam të shkoj edhe unë. Ma kam thënë shumë njerëz që Vjena është shumë e bukur, është aq e bukur? Zvicra dhe Australia janë vendet më të mira në botë. Ore, ikni jure, mos jeni 18 vjeç shtuar, se s'tregon zysha më brekat, se na hoqë trurin. Brektot. Shoni aeroplana e maset vesh tanga për ju zysha, thoj. Jo, se s'bëj ashtu gjona shumë, po edhe e bëj, pse jo? O zysha aman, vetëm, po më gjove mu që ti çmendesh këta, po. Vetëm, që të regoj breket larë që të tërbojnë gjithë të. Vetëm... breket, ti të regoj breket? Shumë beja. Të shkoj të marrë një palë brek të të regoj? Jo, ato që ke zyshe me stil, po mësit, me stil dhe të regoja që të shmendën ato. Talësh ti. Po prit një të rriten qik se 31 njerës share, bonin qik share-in juve. Jo, unë kam 400 veta, po mire ka zysha. Kur të shkoj 1000 veta live dhe mua dhe zyshes,
E pra, Do t'i qojnë hekim një hajtë të tregoj unë. Hajde, shumë mira borin zyshën. Po, nuk ka piç këtu ere, s'është video këtu piç këtu. Bregat ere, piç. Dua piç. O, zot Po i është madh. piç ere. Hej, turp. Dua Po piç. tish. Piçkën e nonës tate të keqen. O Në zyshën. PTS më zvafsh. O zysh. Piçkën e nonës. Po t'ishe në kohën, Enver Hoxhës të qinte nënën e. Do qisha me Enverin, pa merak, do isha dashnora e Enverit më e mira. Sa kishte se puna jote, i bëni zysh është 1000 veta followers dhe të heqë bregat. Po si bot, si heq zysh e bregat. Po shikoj, njerëz të tjerë që duan të hynë në co-host me ne. Si bëhet kjo? Dhe vjen hapet 11 vogël.